Pra, me mëndesi jemi me 4 tetor në Firaj, pak nga lagë që unë i kapi pramën e Borës, që është kanë pushuar reshët e Borës. Reshët e Borës kanë pushuar dhe nga lagë shihet malet janë si duken. Pra, pjeshka jonë Lëbëtini është imbuluar me njegulla. Nëse flasim për dëmet që patëm nga kja reshje e madhe befasi që në gjetë, në ditë dhe ka që shumë nga pejmët janë shkatruar, janë prishur për shkak se peshë se për të madhe të Borës që janë thyje. Të me thonë edhe kjo që dëmi pari përruar që nuk ditë, ende është rryma nuk kemi rrymë për momentin. Tash nga lagë shihet tumja, pra tumja madhe dhe mali imbuluar me borë. Pra tash jemi në pamën e ansore që ku jemi mund të bëjnë të majtë. Në temperatura aktuale nuk është dikun në 2 gradë. Të shitë më dhe moshke disa nga dekte soja që janë të thyra dhe të vara në përtoke. Ta shqipet një pjesë e fshatit këqive që janë dhe këto bëjnë një lëvizje pak me kamerën time. Do të thonë kjo është çështje për shëndes dhe ju një ditë mirë. Pra ta jam në pjesën e përpame të shtëpisë dhe që shifet Bora, shifet Shullani, dhe shihet Kashtanjeva imbuluar me borë. Pak e afre mes Madhus dhe shifet pak më mirë që më pamja e bukurisë natyrore që jemi te Kashtanjeva dhe Bjeshka. Pra kjo pamja me afrëm që kam afruar që më pak shihet Kashtanjeva dhe pjesë e saj që kemi tash te Shullani. Pjesa tjera përpame që sjellëm nga shtëpi që kemi dhe që sjellën nga pjesa Firaj dhe nga nanë që shikën të lëvizje dhe këtu një përpara. Pa kam vështirësitë e mia që postimeve nuk kam mund t'i postoj për shkakun e rrymës dhe problemet internetit. Pra postimet e mia dhe raportimet e mia janë pak ngadalësuar në këtë vit. Nga dalësimet i argumentim janë të pikës së parë të teknikës time mjaftueshme që kam, po mjafton të pengesa rrymës dhe tjera që kam në qasjen e rrjetin e internetit. Më thonë nga që kisha është hargjuar. Dhe pra që pritet tash të shkoj te restorant Firaja dhe të bëj ngarkimin e këtij punimi të mëngjesit sot me 4 tetor. Për raportimet mia që tash më parë, që ka pushuar Bora dhe si shifet prapë vjen shiu. Ka reshjet vogla të shiut. Pra, reshjet e vogla të shiut dhe të thejta është në raportimet e mia dhe që këtë pikafe të restorant Firaja. Raportimi dhe molla e mbuluar që ka disa molla është e mbuluar shumë pak a shumë e borë. Që pak mund të folim tash edhe për ujnë. Në me thonë, nuk kemi ujë këtu ku jam, ka ujë me redukime, dhe me thonë. Disi kalot edhe kjo, edhe pa ujë. Pra tash jam në Sakak, të na përpara e këmë thamë. Dhe kjo, shifet pa me nga lartë, pa e Sakakit dhe të vara pëmë. Tash vërte rrugën të ndali. Pra tash kemi nga pjesët e pamës që kemi ka bukuria natyrës dhe një pemë, shtëpit, dhe këto, telat, për qosë të rrymës elektrike. Pra tash shifet nga bukuritë që shifen më larg, shtëpit dhe knej. Tash vazhdoj pak ka shkolla, shkoj me pini kafe të mëngjesit. Mirë se vjeni në kafën e mëngjesit të restorant Firaja. Pra tash jemi të shkolla dhe këto do të përfundoj këndtimin e sotëm. Edhe do kemi një qezim tjetër të këndet historisë. Në këto dhe me këta e përfundoj këtë qezimin dhe më të jam këto. Pa.
pra gjelëvrimin me një livatë, dhe të se jemi këtu në Livallin, të shkolla, atë në që ka marrë shumë të qeshmaruar nga të pi për vazhdimin e futbollit në pjesën tonë. Pra e përshëndes kjo është dhe do të kemi bisedime dhe intervista me të futbollit me të rinj që janë këtu, me të mira, e përshëndes.